Krizë, zgjedhje, destabilitet. Këto 3 fjalë e kanë shoqëruar Kosovën që nga zgjedhjet parlamentare më 9 shkurt 2025. Vetëm brenda vitit të kaluar, vendi zhvilloi 3 palë zgjedhje, duke hyrë në një cikël tensionesh politike dhe blokadash institucionale. Në fund të dhjetorit 2025, lëvizja vetëvendosje arriti të siguronte 51% të votave, duke krijuar bindjen se kriza politike po shkonte drejt fundit. Pas muajsh pa stabilitet institucional, vetëvendosje arriti të krijonte qeverinë dhe të merrte nën kontroll institucionet kryesore të vendit. Megjithatë, sfida më e madhe mbeti zgjedhja e presidentit të ri të Kosovës, pasi mandati i presidentes Vjosa Osmani do të përfundonte me 4 prill 2026. Sipas kushtetutës, presidenti zgjidhet nga kuvendi në 2 raundet e para. Nevojiten 80 vota nga 120 deputet, ndërsa në raundin e tretë mjaftojnë 61 vota, por vetëm nëse sigurohet korumi në sallë. Problemi kryesor ishte se vetëvendosja nuk i kishte votat e mjaftueshme për të zgjedhur e vetme presidentin, ndaj kërkohej bashkëpunim me opozitën. Në fillim të vitit 2026, nisën konsultimet e para politike. Fillimisht u diskutua mundësia për rikandidimin e Vjosa Osmanit, por kjo nuk mori mbështetjen e plot politike. Më pas, vetëvendosja propozoi emrin e Glauk Konjufsës, por opozita menjëherë e refuzoi kandidaturën e tij, pasi kërkonte që presidenti i ri të ishte një figurë konsensuale dhe jo partijake. Nga marsi deri në prill, klima politike në Kosovë u përkeqësua vazhdimisht. Më 5 mars, kuvendi nisi punimet për zgjedhjen e presidentit të ri, pasi gjykata kushtetuese ishte shprehur se presidenti duhet të zgjidhej 30 ditë para mbarimit të mandatit të presidentit aktual. Pas propozimit nga vetëvendosja të Glauk Konjufsës dhe më pas të Fatime Kolçaku Mullhaxhës, procesi dështoi në sallë, pasi ishin vetëm 66 deputet, shumë më pak se 80, sa kërkonte kushtetuta. Pas kësaj situate, Vjosa Osmani shpërndau kuvendin, duke e quar vendin në zgjedhje të parakohshme. Mirëpo, lëvizja vetëvendosje e çoi aktin e presidentes në kushtetuese. Gjykata kushtetuese doli me vendimin se kuvendi nuk duhet të shpërbëhej dhe se tashmë ka një afat të ri për zgjedhjen e presidentit. Pas këtij momenti, Kurti u dha mundësi partive opozitare që të propozonin kandidatët e tyre, por asnjëra nga ato nuk kishin një emër. Më pas, vetëvendosje propozoi Feride Rukshitin dhe Hatixhe Hoxhën si kandidatura konsensuale, por marrëveshja nuk u arrit sërish. 28 prilli ishte afati i fundit që Kosova duhet të zgjidhte presidentin, ndërsa me 27 prill, seanca plenare dështoi 3 herë në të njëjtën ditë, pasi opozita bojkotoi procesin. Me skadimin e afatit të kushtetueses, kuvendi u shpërnda dhe u shpallën zgjedhjet e reja parlamentare. Ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, shpalli zgjedhjet e parakohshme me 7 qershor 2026. Kështu, vetëm 4 muaj pas zgjedhjeve të dhjetorit të 2025, Kosova hyn sërish në fushat elektorale. Këtë herë, Albin Kurti do të ketë si kundërshtare politike Vjosa Osmanin, pasi Lidhja Demokratike e Kosovës ka arritur një marrëveshje bashkëpunimi me ish-presidenten për zgjedhjet e parakohshme. Ndërkohë, kostoja e zgjedhjeve të parakohshme pritet t'i kushtoj buxhetit të shtetit të Kosovës rreth 11 milion euro. Zgjedhjet e 7 qershorit 2026 pritet të jenë vendimtare për të ardhmen politike të vendit, ndërsa qytetarët presin që vendi të shkojë drejt stabilitetit politik dhe funksionimit normal të demokracisë.